Kryeministri Edi Rama ka kaluar në fazën e presionit të hapur ndaj kryetarëve të bashkive për të përshpejtuar projektin e ashtu quajtur paketa e maleve, që në propagandë shitet si strategji zhvillimi për zonat malore, por në realitet është një skemë re grabitjeje pronash publike dhe private në emër të investimeve strategjike. Në takimin e zhvilluar më 23 tetor 2025, Rama u kalon kryebashkiakëve afatin e fundit deri më 31 tetor për dorëzuar hartat e tokave dhe pyjeve që do të përfshihen në projekt, duke paralajmëruar ndëshkime politike për ata që vonojnë. Por deri në datën e ultimatumit, vetëm 5 bashki, Tropoja, Elbasani, Belçi, Përmeti dhe Skrapari, e kanë zbatuar urdhrin dhe kanë dërguar dokumentet përkatëse. 56 bashki të tjera e kanë shpërfillur, duke refuzuar të firmosin aktet që do t'i bënin përgjegjës për dhënien falas të qindra hektarëve në duart e klientëve të qeverisë. Sipas burimeve të pamfleti, në takimin e 23 tetorit, Rama ka folur me tone ultimative: "Zgjoni nga ky gjumë dhe mos keni frikë të firmosni çdo konflikt apo përgjegjësi. Do ta marr përsipër qeveria. Brenda tetorit duhet dërgoni hartat e tokave që do të miratoj qeveria." Por refuzimi masiv i bashkive për dërguar dokumentet ka treguar se frika e përgjegjësisë penale është më e fortë se presioni politik. Në përpjekje për t'i qetësuar, Rama u ka kërkuar të krijojnë task forca lokale për të ndarë përgjegjësinë në mënyrë kolektive mes drejtuesve të bashkive dhe nënpunësve të tyre teknik, me qëllim që në rast hetimit të mos përgjigjet askush individualisht. Por edhe ky marifet juridik nuk ka funksionuar, pasi në fund, sipas ligjit, aktet përfundimtare të tjetërsimit të pronave do t'i nënshkruajnë vetë kryebashkiakët, të cilët do të mbajnë përgjegjësi direkte për çdo shkelje ligjore.